Policia e Lezhës ka finalizuar operacionin e koduar Zoomed In, duke zbardhur autorsinë dhe rrethanat e ngjarjes së ndodhur 2 ditë më parë në lagjen Beslidhja, ku shkatërrua me lond plas se automjeti një punonjës si policie. Si rezultati i hetimeve intensive është identifikuar dhe arrestuar autori dyshuar, shtetasi Fation Rika, 32 vjeç, i cili rezulton me precedent penal në Itali për vjedhje me armë. 32 vjeçari u kap në fshatin Zhej të Kurbinit, teksa lëvizte me ciklomotorin që dyshohet se kishte përdorur për të shkuar në vend ngjarje ditën e shpërthimit. Sipas policisë, identifikimi i tij u bë fal analizës së pamjeve filmike të siguruar në akse të ndryshme rrugore. Ngjarja ndodhi mëngjesin e 15 marsit, ku u vendos lënd plasa automjetit të agjentit të krimeve në drejtorinë vendore të policisë Lezhë, Gentian Gjetja. Në vijim të operacionit nisi procedimi penal në gjendje të lirë për babain e të arrestuarit, shtetasin NR 66 vjeç, pasi gjatë kontrollit në banesë ju gjet një armë gjahu pa leje. Policia sekuestroi në cilësinë e provës materiale ciklomotorin dhe armën e gjahut, duke vijuar hetimin në drejtimin e prokurorisë së Lezhës për identifikimin e një shtetasi tjetër të dyshuar si bashkëpunëtor në këtë ngjarje. Veti arrestuari nuk ka folur asnjë fjalë në lidhje me ngjarjen, ndërsa po verifikohen motivet e vendosjes së lëndës plase në automjetin e punonjësit të policisë.